Janë zbardhur detaje të reja lidhur me arrestimin e shefit e policisë rrugore të Tiranës Roven Zeka dhe 2 zyrtarëve të tjerë policor. Bëhet me dije se ka qenë një aksident që ka sjellë firmosjen e urdhër arresteve ndaj tyre. Sipas gazetares Klodiana Lala, bashkëshorti një gruaje të përfshirë në aksident, identiteti të cilëve nuk dihet, ka hyrë në komunikime me zyrtarët e qarkullimit. Ai ishte në përgjim nga SPAK për një tjetër çështje. Nga përgjimet ka rezultuar se janë ofruar para për të mbyllur në favor të gruas çështjen. Pas këtyre përgjimeve, SPAK ka lëshuar urdhër arresti ndaj Zekës, i cili ka pretenduar se është i pafajshëm. Ai ka tentuar të arratiset, por teksa ka dashur të largohet, është rrëzuar dhe agjentët policor kanë bërë arrestimin e tij në flagrancë. Urdhër arresti nga SPAK janë firmosur edhe për shefin e sektorit të aksidenteve, Sokol Novaku, e për oficerin e policisë gjyqësore, Edison Tabaku. Sipas informacioneve, ky i fundit është prangosur një ditë më parë. 3 zyrtarët policor dyshohen nga SPAK për korrupsion, ndërsa pritet një reagim zyrtar nga organi i drejtësisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.